Unë jam Derkuza Pepa, ndërsa ky këtu është Gjorgji. Dhe kjo është Mami Dos. Dhe ky është Babi Der. Derkuza Pepa. Biblioteka. Është koha për gjumë. Natën e mirë, Pepa. Natën e mirë, George. A mund të më tregosh një histori, të lutem? Në rregull. Po të lexoj librin me majmunin e kuq. Për ti vetëm ato më lexon. Majmuni i kuq bëri dush. Lau dhëmbët dhe fleti gjumë. Aha, po, kështu ndodh në fakt. A më lexon një përrall tjetër? Tigri blu, viribaga jeshile, pinguini portokalli. O ky çfarë është? Bota e mrekullueshme e betonit. Sa e kam kërkuar atë libër. Është libri yt, babi? Jo, është një libër që e kam marrë në bibliotekë, bi. Çfarë është biblioteka? Atje merr libra me të drejtkthimi. Kur mbaron së lexuari, i kthen përsëri në bibliotekë. Por babi ka harruar që ta kthej këtë libër mbrapsht. Është e vërtetë, kam mbajtur shumë gjatë këtë libër. Nuk ka asgjë, mund ta kthesh nesër. Por tani është koha për gjumë. Pasi babi të na lexoj përrallën e tij? Por këtu nuk ka ndonjë përrallë, moj Pepa. Të lutem, a lexo babi? Po mirë. Bota e mrekullueshme e betonit. Betoni është një material ndërtimi përbërë nga rëra, ujë dhe përzierje kimike që ngurtësohen. Kapitulli i parë. Rëra. Pepa, Gjorgji dhe Mami Dos i zuri gjumi. Në mëngjes, Pepa së bashku me familjen e saj po shkojnë në bibliotekë. Wow, sa shumë libra! Shht, Pepa, në bibliotekë duhet të mbash qetësi, vajz, kujdes. Sepse njerëzit vinë këtu për të lexuar dhe duhet të jetë qetësi. Tjetri ju lutem. Zonja Lepur është bibliotekarja. Përshëndetje, Mami Dos. Po ktheni librat? Aha, po, kështu ndodh. Shumë mirë. Përse bën kompjuteri pip? Shërben për të kontrolluar nëse nuk e qenë i rregullt duke mbajtur librin shumë gjatë. Ndoshta e kam mbajtur disi më gjatë këtë libër. Mos u shqetëso, babi Der. Nuk duhet të jetë edhe aq keq. O zot! Babi Der, ti e ke mbajtur këtë libër 10 vjet. Sa tur, babi! Më falni, zonja Lepur. Ska gjë. Tani mund të merrni një libër tjetër. Zonja Lepur, a mund të marrësh dhe unë me Gjorgji një libër, të lutem? Po, këndi i fëmijëve është pikërisht këtu. Shiko! Zana e luleve, fustane të bukura. Përshëndetje, Pepa. Ç'kemi, Deni? Unë kam marrë një libër rreth futbollit. Ç'kemi, Pepa? Përshëndetje, Suzi. Unë kam marrë një libër për doktoresh. Gjorgji zgjodhi një libër me dinozaur. Dinosaur. Shikoni se çfarë gjeta. Aventura të mëtejshme në botën e Çimentos. Ja ku është libri me majmunin e kuq. Jo libri me majmunin e kuq. Është i bezdishëm. Por kjo është një histori tjetër dhe mund të jetë shumë argëtuese. Nuk ka mundësi. Na ishte njeri një kohë një majmun i kuq. Bëri dush, lau dhëmbët dhe shkoi për të fjetur. Jo, hipi mbi një anije kozmike dhe shkoi në hënë. Bëri një piknik me dinozaur, notoi në ujë dhe u gjit në malin më të lartë. Ishte një ditë plot aventura. Wow, lexoje përsëri. Mund ta marrim dhe ta lexojmë në shtëpi, Pepa. Por, unë doja të zgjidhja këtë librin ose këtë. Ti mund t'i marrësh të 3 librat nëse i do, Pepa. Ura! Por të lutem mos harro, ti sjellësh në kohë librat. Ndërsa ti, mos harro ta kthesh përsëri librin tënd. Dëgjove, babi Der? Do të sigurojmë që babi mos harroj. Po, Pepa, jam i sigurt që ti do të më kujtosh mua.